Në Francë kanë shpërthyer polemikat në lidhje me vendosjen e një kvote të saktuar lojtarësh me ngjyrë në kombëtaren e gjelave, duke përfshirë këtu afrikanët apo edhe arabët. E gjitha ka nisur mbi bazën e një investigimi të faqes së webit internet Mediapart. Kjo e fundit kishte zbuluar se një numër i konsiderueshëm drejtuesish të drejtimit teknik të kombëtares dhe të Federatës Franceze, në fund të vitit 2010 kanë vendosur të kufizojnë ndjeshëm numrin e lojtarëve me ngjyrë, qoftë afrikan, qoftë edhe arab, në ekipet kombëtare të Francës. Në këtë vendimarrje ka pasur një rol jo të vogël edhe trajneri i kombëtares franceze Laurent Blanc, i cili sipas informacioneve thuhet se është i lodhur duke parë lojtarë të rritur në klubet franceze, të cilat më vonë braktisin gjelat për ndonjë kombëtare tjetër fal faktit se zotërojnë 2 pasaporta. Për këtë arsye, sipas Blanc, më mirë që këta lojtarë të mos përfshihen që të vegjin në kombëtare, për të mos djegur një pjesë tjetër lojtarësh me preardhje të pastë franceze. Megjithatë, shefi i zyrës së shtypit pranë Federatës Franceze, Philippe Tournon, pohoi se kjo gjë që është shkruar për Blancun nuk është e vërtetë. Është skandaloze të mendosh se Laurent Blanc jeton me filozofinë përjashtuese të lojtarëve. Më duhet të them që problemi që ka shprehur Blanc ka të bëjë me të gjithë ata lojtarë që posedojnë 2 shtetësinë, e që pasi kalojnë 3 vjet me kombëtarin shpresa të Francës, lejohen të luajnë me një kombëtare tjetër, pohoi Tournon. Pavarësisht kësaj, polemikat në Francë tashmë janë ndezur, për më tepër që një pjesë e konsiderueshme e lojtarëve më të mirë të Francës sot, si dhe në vitet e fundit, kanë qenë me origjinë afrikane apo arabe.